Pra, kjo platformë trene ka ke koordinimi I luftës politike, jo duke e bërë atë në formë klasike, protestë dhe jashtë parlamentit. Jo, jemi të brenda parlamentit, duke synuar që të arrijmë maksimumin e shfrytëzimit të asaj pak hapësire që kemi në dispozicion, duke mos e lënë betejën aty vetëm parlament, por duke e përcjellë më pas edhe në jetën e përditshme të qytetarit. Do zbrisni në terren, zoti Boçi. Dhe njëkohësisht, po, se platforma nuk është vetëm një simbolik, vendosja e një podi ku ne themi fjalët tona, por vijon me komunikimet që deputetët duhet kenë në zonat e tyre, qoftë me strukturat e Partisë Demokratike, qoftë edhe me qytetarët për të bashkë biseduar, pse jo për të ngritur probleme dhe për t'i ftuar ata që të bëjmë gjithçka për të rrëzuar këtë qeverisje, e cila e ka çuar vendin në këto drejtime, dhe madje jo thjesht e ka goditur në mirëqenien, ekonominë, në politikë, por tashme e ka goditur dhe në thelbin dhe në zemrën e saj, në familjen dhe I ka shuar dritën e një tartme që të paktën ai dinte ta ndërtonte vetë, por tani nuk po ja lejnë as ta ndërtojnë vetë.